Në zemër të trashëgimisë kulturore shqiptare, ruajtja e veshjeve tradicionale nuk është vetëm një punë, por një udhëtim emocional dhe historik. Koleksioni i Zejna Halimit është një testament i pasionit dhe përkushtimit për ruajtjen e identitetit dhe traditave shqiptare. Sot në shtëpinë e saj do zbulojmë thesaret e kohës dhe historiqës se cila veshje mban, duke theksuar rëndësinë e këtij punimi për brezat e ardhshëm. Zonja Zejna, fillimisht na tregoni si filloi dashuria dhe pasioni për mbledhjen, ruajtjen e këtyre veshjeve kaq të bukura tradicionale. Unë prej në femini, kur kam shku të familjarët e mi në Rekën e Epërme, kam pas dëshirë të vishem me veshje kombëtare dhe vazhdimisht atje kam lënë me veshje kombëtare, edhe pse unë kam jetu në Tetov, jam rrit në Tetov, por veshje kombëtare kam pas si dobësi dhe prej atëherë, prej moshës 15 vjeçare më hypi dëshira që unë të mbledh pjesë të, fillimisht ndonjë pjesë të veshjeve, kështu që kur shkojsha në mysafirët e familjarët, ato më dhuronin diçka dhe unë shumë me fanatizëm i rujta ato. Dhe kështu dita ditës fillova të mbledh vetëm veshjen e Rekës së Epërme. Do me thonë si fillim ka qenë frymëzimi nga Reka e Epërme? Nga Reka e Epërme, mbas edhe unë jam e lindur në Rekën e Epërme, edhe ajo vazhdimisht kam pas kontakt me këtë veshje me familjarët. Mirë po mandej fillova të mendoj po pse veç të Rekës, po të gjitha veshjet shqiptare janë të bukura. Në të gjitha veshjet gjeta art. Edhe kështu që mendova t'i mbledh, ato t'i klasifikoj sipas reoneve prej ku vinë. Kështu që kam disa veshje të kompletume, kam edhe pjesë që nuk i kam të kompletume, por vetëm elemente të veshjeve. Realisht i bie që nga mosha juaj 15 vjeçare ju asnjëherë nuk u ndalët duke mbledhur dhe duke ruajtur këto veshjet, elemente, çka do që tjetë që e simbolizon popullin shqiptar. Po, është e vërtet se unë prej moshës 15 vjeçare pak edhe motivume për profesorit tim të gjuhës, edhe prej nanës time veçanërisht, e cila kishte dëshirë të ruhet trashëgimia jonë kombëtare. Unë vazhdimisht njëherë fillova të mbledh materialin ose trashëgimin etnokulturore shpirtnore, do të thënë këngët, vajet, prallat. Dhe mandej fillova të mbledh edhe prej visteve tjera, por material të shkruar kam kryesisht më shumë për Rekën e Epërme, kurse për viste tjera kam më shumë vetëm për veshjet. Për Rekën e Epërme kemi parë edhe më shumë veshje, po këtë herë unë dhe Gentina, vajzën të cilën e kemi afër këtu, jemi veshur me veshje kërçovare. Na thua një pak, dua për Gentinën sepse është një paraqitje shumë e bukur që më la shumë mbresa që kur e pash, dua të më tregoni për veshjen, për çfarë vishet kjo, kush e vesh dhe ku e morët iniciativën edhe për Kërçovën, edhe për Strugën, nëse nuk jam gabim, keni edhe për anën e Shkupit, keni për çdo anë. Rrethina kostumologjike i kam përfshi edhe në librin tim Arti popullor në veshjet shqiptare në Maqedoni, ashtu që mund të them se 80% janë veshjet e mia që i kam në shtëpi si koleksion, edhe tjera që kam shku dhe në ato viste i kam vesh. Momentalisht Gentina e ka veshjen e Kërçovës, veshjen e nusëve, por jo të nusës që është ka ato dita. Jo nusën e re. Po pak nusë ma me përvoj dhe ka një karakteristik kjo veshje se është më shumë me ngjyrë të bardhë, kryesisht me ngjyrë të bardhë dhe e punuar me ruzat të bardha të vogla, që tregon një çiltësi të femrës shqiptare edhe tregon një vazhdimsi e veshjeve të moçme, mund të them ndoshta edhe ato ilire që i shohim në përfreska, të cilat ngjajnë shumë, veçanërisht veshja e Kërçovës dhe e Rekës së Epërme, po ashtu edhe e Jabollçishtit. Është një veshje që shumë rand punohet
por është shumë e bukur. Është e punuar e gjitha në dorë? E gjitha është e punuar në dorë, edhe fesi që e ka në kokë, edhe rizja apo përparsja, edhe përparsja është edhe te qaforja është e punuar me dorë, edhe nëse vërreni ato tregojnë edhe përkatësinë fetare, për shembull aty ka të bëmë një xhami, është aty hana që tregon lunare, me yllin, mandej kemi plumbin që tregon se nusja vjen në paqë, dorën me të cilën ajo ka punuar, dorën e vajzës vetë që ka punuar, dhe kështu me radhë, do me thanë nusja ose vajza që shkon të buri, në shtëpi të burit e qonë mesazhet nëpërmjet motiveve të cilat i ka qëndisë në veshjet kombëtare. Këtë veshje e qonë vajza tek buri, do me thanë? Këtë veshjen përgjithësi e qonë vajza, po ka edhe veshjen të cilën e bëhet nga ana e burit. Po veshja ime? Gjithashtu edhe veshja yta është e Kërçovës. Këtë herë vendosat ma shumë ta prezentoj Kërçovën, se rekën e epërme vazhdimisht e kam prezentu. Po, e kam prezentu, po mandej elementet do t'i përshkruem. Edhe kjo është një veshje që është ma e përditshme për nusët, që është veshja me mitani, thonë, edhe me këtë rizën apo përparsen, e cila është e vejtur në vek, nga ana e grave. Këmisha po ashtu, pëlhura e këmishës, edhe ajo është e vejtur nga ana e grave në vek, nuk është e fabrikuar. Do me thënë, gjithçka është... Femna shqiptare, kudo në trevat shqiptare, artin e vetë nuk ka pas mundësi në mënyrë tjetër ta shpreh, por e ka shpreh në veshjen e vetë, me të cilën ka tregu se ajo çdo herë ka desh të duket bukur. Dhe në këtë mënyrë definitivisht duket më e veçantë dhe më e pazakontë se përditshmëria e ynë. Në moment që e pash Gentinën, me njëherë u mbusha me emocione dhe fjalën e parë që e thash, mashallah sa bukur. Gentina, ty zonja gjithashtu të merr edhe afër vetes kur ka edhe aktivitete të ndryshme dhe nuk është hera parë që të bie të veshësh kështu veshje. Më thuaj, cili është emocioni kur i vesh këto veshje kaq të bukura që e prezantojnë kulturën shqiptare? Teta Zena është domethënë tetja ime dhe është domethënë ndonjëherë mendoj se vetëm emri tete është shumë i pak, nga që e kam domethënë si shoqe e ndjej shumë të afërt, domethënë një person shumë dashur për zemër, domethënë jam edhe unë një ashtu besreke, edhe normal se tradita domethënë vazhdon edhe ruhet edhe pjesa e kulturës domethënë në rajonin e Gostivarit, edhe pse janë domethënë zhvendosur nga fshatrat e Rekës së Epërme. Fillimisht ka qenë domethënë antarët e tjerë të familjes, të cilët janë munduar domethënë ta trashëgojnë këtë dashuri, pasion dhe energji tek ne, domethënë ta ruajmë dhe ta kultivojmë. Detyra e tyre ka qenë për ta kultivuar domethënë brezat e ardhshëm dhe tetja domethënë ka vërejtur domethënë se këtë pasion, këtë dashuri, këtë entuziazëm, këtë vull që ka, është munduar t'i kap këto detajet e unë, edhe normal që domethënë më shesin një nga personat e afërt, mund ta them bashkëpunëtore, po domethënë kështu që e di që nuk e ka hezitimin më të vogël, domethënë të merr telefon dhe kam kështu, edhe nëse kam pas ndonjë përgjegjësi ose obligim ose diçka domethënë për të bërë, jo që në rregull e kam respekti domethënë dhe vlerësimi që kam ndaj tetës, më ka bërë që jo që gjithçka të lejshane. Është edhe domethënë dikëndë, edhe pse normal sot kam qenë e lirë, po është shumë kënaqësi edhe është domethënë shumë privilegj ndjehem e vlerësuar edhe domethënë për të për të qenë pjesë aktiviteteve edhe domethënë për ta veshje të ndryshme. Më saktësisht më shumë kam qenë e veshur me veshjen tradicionale të Rekës së Epërme. Kemi pas disa aktivitete, domethënë kemi pas disa fotosesione, po sot vendosëm më ndryshe, domethënë ta promovojmë edhe një kulturë tjetër, një veshje tjetër cilën është në Maqedoninë e Veriut. Zonja Zena, gjithë këto elemente, keni elemente nga, si që thatë, para 100 viteve. Nëse nuk jam gabim, është ajo aty? Unë e kam të trashëguar prej stërgjyshes dallombën që e kanë bajtë nuset, veçanërisht, por edhe pak matë më shuarat, po me ma pak punim. Po ashtu kam edhe çorapët me të cilët është bë dhëndër. Babi dhe gjyshi. Babi im është bë dhëndër me ato çorape. Këto janë ato çorapë të cilat janë të kombinuara me fije të
leshit dhe fije të sërmit, dhe aty kemi motive të ndryshme, nëse dikush Duken si të reja. po janë ruajt shumë nga ana e nanës time fillimisht, mandej nana ime mi dhuroi mu, faktikisht vllau, se na me vlaun u kuptum që une të mledh veshjet, kurse vllau, i cili nuk jeton për fat keq më, vllau mlodhi trashëgimin etnokulturore materiale, që do të thotë beglat, llamba të ndryshme dhe çdo gjë që është përdor në kohët më të vjetra. Dhe ai ka bërë një muzej në shtëpinë e tij në fshatin Leonov, në shtëpinë e lindjes atje. Kështu që ne të dy bënim gara kush më shumë do të ketë në koleksionin e vet, edhe ishim shumë krenar për koleksionet tona. Unë tash edhe do ta punoj edhe atë projekt, një libër, një monografi të muzejit të vllaut edhe të tjerëve në Rekën e Epërme, që do t'i paraqes edhe ato vlera me të cilat kanë punuar në të kaluarën, familjet tona. Ky komplet i veshjeve është prej vitit 1940, do me thanë 80 vite. Mbi 80 vite, po, mbi 80 vite dhe ka qenë veshja e nënës time, të cilën e kemi rujtur me shumë dashuri. Po ashtu kam edhe veshjen po ashtu komplet, po pak një model më ndryshe, e cili ka diku mbi 60 vjet. Kjo i takon të nusës vllaut tim, për shkak se ne nuk e lam traditën, ne vazhdojmë ta, nëse jo tjetër në ditë të caktuara, e kemi veshur. Kjo veshja e Rekës është veshje e cila është e përmendur si veshje me peshtelka. Fjala peshtelka i bie fjala e shkurtuar prej fjalës pështjellak, do të thotë që mbështjellet. Edhe këto janë një ndërto, kjo peshtelk, të cilën e ka punu nana ime, edhe kjo peshtelk quhet lemnovka, do të thotë se prej lemnove. Këto janë çorapë të grave për nuse, edhe këto janë të shekullit të kaluar, do të thonë diku ndi vitet e 70-ta, 60-ta, 70-ta. Dhe janë të punuar nga dora e grave, me 3 krapza, dhe kjo pjesa nalt me 1 krapës. Përveç kësaj, shpesh veshjen e Rekës e interpretojnë gabim të thanë se nuk është veshje shqiptare, është veshje e huazuar dhe kështu me radhë, por unë duke i përmendur, duke i emnuar elementet, unë e tregoj atë se kjo veshje është autoktone shqiptare dhe shumë e vjetër. Këtu në dorë kam një shami, e cila vendoset përpara, punuseve dhe e ka emrin përpalës. Do me thënë përpalës, është vendoset përpara dhe është me pala. Kjo është faktikisht një nocion dhe shumë elemente veshjeve tjera që e pasunojnë fjalorin tonë shqiptar dhe që tregojnë për vjetërsinë dhe autoktonin e veshjeve kombëtare në Rekën e Epërme, po ashtu edhe në viset tjera shqiptare. Do dalim pak këndej, nëse ka mundësi? Do dalim pak përsëri te Kërçova. Këndej? Nuk ka problem. Vetëm tulemi? Të ulemi. Këtu të pjesa Po, kjo pjesë është e Kërçovës dhe këtu kemi jelekët dhe shumë karakteristike te këto jelek është se tashma nuk i bëjnë këto. Këto i takojnë shekullit kalum. Edhe më nuk i bëjnë? Edhe nuk i bëjnë kështu, i bëjnë më ndryshe. Për shembull tani këto janë në mod Swarovski ti vendojnë, por jo edhe elemente të cilat tregojnë autoktonin. Nëse shiqojmë ne këtë, po, për shembull e kemi këtu vet vajza e qëndis vetveten, do me thënë femën, që shumë rrallë gjendet në veshjet popullore, e paraqitur po, edhe aty, edhe këndej, edhe të jeleku që kemi një tjetër, po. Janë karakteristike edhe këto kamzat, këto janë ndër, këto vishe ndër këmishën, dhe kjo është pjesa që shkon deri te këpuca, deri te themra, dhe kjo është e vejtur në vek. Dhe është e punuar me gjithë të ngjyra të cilat janë të koordinuara njëna me tjetrën dhe tregojnë faktikisht një art geometrik të paraqitur nga ana e grave që nuk kanë pas asnjë ditë shkollë.
Do me thënë, aqë bukur e kanë paraqit artin. Kam pas sy të artit, kam pas shpirt artistik, dhe kur ke shpirt artistik, unë mendoj se arti nuk mësohet me art lindet. Mësohet, po. Edhe këto janë po ashtu, kamzat. Po. Ato gjithë kundi vendojnë zemrën që tregon një simbol dashurie, edhe veçanërisht edhe plumbin si motiv e gjejmë në shumë vende, po, në shumë vende. Mandej këtu janë shumë karakteristike këto përparset e veshjes kërçovës, që i kanë bajtër gratë më të moshuara dhe vajzat, me ngjyrë të kuqe. Vajzat dhe gratë më të Po, me ngjyrë të kuqe, që kjo është një e leshtë, që do të thotë sigurisht kjo i ka mbi 80 vjet, se më vonë veç filluan të punohen këto elemente të veshjes me pejë të fabrikuar. Po. Kaq shumë elemente, kaq shumë gjëra në këtë koleksionin tuaj. Më thuni se sa është e vështirë ti mirëmbani këto, sepse shoh çdo gjë është më e pastër, nuk duket sikur 80-100 vite ta keni. Duket sikur po tani ta kemi marrë dikun, tani ta keni huazuar. Më thoni sa është e vështirë mirëmbajtja, me çka i mirëmbani, a i nxjerrni shumë shpesh për të marrë ajër, kanë nevojë edhe që të ajrosen, si shkon e gjithë procedura? Pikërisht është kjo pyetje pak shumë me vend, po nëse i marrim këtë veshjen që thash mbi 100 vjet, ajo është shumë cilësore. Ashtu që ka kalu gjithë të vite dhe ende ekziston, por ka dëmtime. Punimi me sërm është shumë profesional i bëm. Ashtu që askundi nuk është shkep sërmi, aq që peni ka qenë kualitativ. Dhe për ti mirëmbajt këto është shumë vështirë. Unë jam mundut në çdo mënyrë të ekspozume nuk bante, se damtoheshen. Dhe fillova t'i mbylli në për valigje, në për najlona, t'i mbështjeli me pëlhura të pambukut, dhe plus të përdori medikamente të ndryshme, si që është naftalina, po edhe cila është shumë e damshme, thonë për njerëzit, po unë kam një vendin e posaçëm në katin e tretë, atje nuk. Ua ke dedikuar një dhomë tërësisht dhe vetëm koleksionit. Vazhdoni ende të mbledhni? Dhe nëse po, si e bëni për zgjedhjen e koleksionimit? Unë i mrar krejt, çdo gjë ka vlerën e vet, edhe më shumë që kam edhe që më kanë dhuru, që kam ble. Ta shpejt para 3-4 ditëve mi dërgoj një arsimtar të cilit i falenderojmë publikisht, Mehmet Rushiti, më dërgoj motra ati veshjet, se ishte shumë e ngazluar tem për librin që i pa ato veshjet e jabullçishtës, të cilat nuk e dia kanë qenë dikundit të ekspozume, dhe një veshje shumë e bukur e punuar e të rënë në dorë. Dhe ajo veshja është kjo këtu, dhe ja unë do nisi këtu prej çorapëve, kjo është veshja e jabullçishtit, Velezit, komuna e Velezit. Këto janë çorapet të shive sa ngjyrat e bukura janë. Ngjyra verore, po. Ngjyra të buta, dhe krejt kjo është e punuar me një krabës. Shumë karakteristike është futajka, ose futa do të thënë është përparse, e cila ka karakterin mbrojtës prej ftoftit, edhe mbrojtës prej papastërtisë. Në këtë futajk, e cila është shumë e vjetër edhe kjo, unë e gjeta shqiponjën. Ja, me 2 krera. Po, shqiponjën të fshehur në futajkën e jabullçishtës. Nëse vërtet, nga kamera që ta fokuson, ja, shqiponja me 2 krera. Po, brezin është i vejun po ashtu në vek, edhe ky brez shqyqon e qarë këto vija të bukura i kam. Drejta, simetrike. Drejta. Kësa i thonë jelek, gjithashtu punohet edhe kjo në dorë, po kjo mund edhe në maqinë kohën e fundit, por në dorë dhe në tarë një. Kryesisht gjitha veshjet i kanë elementet e njëjta, kanë çorapa, kanë përparse, kreti kanë elemente, po vetëm ngjyra dhe modeli ju dallon. Që na tregon edhe Gentina, kjo është këmisha. Kjo këmish mbahet duke filluar prej rekës e epërme, patishka reka, jabullçishta, e kanë strukturën e njëjtë të prerjes. Këtu kam një element të dibrës. Kjo është pak edhe dibrën. Shumë pak, se dibra nuk ka rujt gjana shumë. Interesant, në dibër kam gjetë shumë pak. Kam gjetë dhe një fotografi, vetëm se jo edhe shumë material, se nuk i kanë rujt në dibër. Se mendoni që? Po viset në përqytet edhe jo fort që i kanë përdor,
kanë fillu të vishen me veshje qytetare, si thonë, të rëndomt, edhe nuk i kanë rujt këto, një kohë kanë mendu se janë edhe pak në nënçmim të vishen aty, ajo, megjithatë ai mentaliteti ka ekzistu. Kjo është një spitaqe që i takon malësisë Tetovës, faktikisht është pështjellak, si thonë, e cila mbështjellet drejt trupit. Po, kjo mbahet mbi demija, veçanërisht e mbajnë vajzat mbi dimija të kaltërta dhe dimija të bardha, e mbajnë edhe nuset, por varësisht moshës edhe qëllimit, ashtu edhe i kanë punu. Kjo është ma shumë për nuse, sepse ka edhe pak tel. I kanë përdor kur i kanë bë punët. Sa e keni pas vështirë të bëni këtë mbledhjen, të gjeni gjitha këto elemente? S'kam pas vështirësi, s'di. Nuk e di diçka që më ka qenë vështirësi, por më shumë ka qenë kënaqësi kur kam pas një element të mirë, të bukur, edhe të arruj, të tregoj se këto jemi ne. Kjo është kultura jonë, kjo është trashëgimia jonë. A pretendoni që këtë taleni edhe trashëgimia edhe ju? Ja, Gentinës për shembull. Gentinës po. Unë te Gentina kam gjetë mundësi që edhe t'jalo si trashëgimi, po edhe materiale, libra, gjana. Gentina i ka edhe librat që i kam botu une. Edhe ka shumë dashuri ndaj trashëgimisë kulturore edhe besoj se Gentina do ta vazhdon. A në familje nuk kam ashtu vajza, se më përgjithsi këto gjana më shumë vajzat i kanë që femnat. Nuk kam ashtu ndonjë vajzë, nuk kam një djalë. Nusja është e orientume me lanë shkencore, është programer, djali programer, nuk janë. Jashtë kësaj botës. Po jo se i donë, por jo që dëmiren me këte. Megjithatë ai profesioni pak ma tjetër. Librin e para 2 viteve një veshje këtu, kam veshjen e strugës. Shife sa është i madh, dhe ky brez është i vetur në vek nga gratë. Nuk është e fabrikume. Realisht me sy të mi nuk duket. Edhe unë e mendojsh ashtu, por nuk është e fabrikume, është e vejur. Gjithashtu edhe kjo është një element i veshjes strugës, që e veshin nusët, që e vëndojnë faktikisht, kjo është peshtemali thonë, se pështjellak, do me thonë edhe kjo, masi është me sërm, që gjako është ma shumë me sërm. është për nuse. Për nuse. Kjo është një këmish. Një këmish e kjo është, edhe kjo më duket, nuk jam shumë e sigurt, punim, këto janë një lloj dimijave të cilat i mbajnë në strug. Keni menduar ndonjëherë pse jo edhe të hapni muze personal? Personal jo, se ajo kërkon mund, kërkon shumë angazhim dështë. Angazhim dikush që të merret me te, por kemi biseduar me kompetent Ministrisë së Kulturës që të hapet një muzej edhe për veshjet tona dhe për kulturën shqiptare, dhe më premtuan se do të bëjmë çmos që në Shkup apo në Tetov të hapet një muzej i cili do t'i mbledh këto gjana, se nuk jam vetëm unë koleksioniste, ka edhe me siguri edhe tjerë, ka edhe plot që nuk mund t'i ruajnë, megjithatë këto kërkojnë një ruajtje profesionale, një angazhim profesional, këto duhet të jenë krejt në kutia të xhamit, të duken, të vijë dikush t'i shef. Se nuk është qëllimi që unë t'i mbaj në valigje, qëllimi është që këto t'i shohin, qoftë edhe turistët e huaj, turistët e jonë. Dhe shumë të interesum janë njerëzit të cilët kanë shku në gurbet. Të dhe atë të pysja nga Mërgata, janë të interesuar? Shumë janë të interesuar, edhe të blenë. Unë nuk shes, nuk kam shit kur gja, edhe vetëm që edhe nga jo se edhe mi kanë duru, edhe i kam trashigu, edhe duket jam një pasuni e madhe që nuk do ta kisha dhënë për kur gjë. Mirë po mosha e bon të veten, sa do mundem unë të mirë mbaj, është vështirë. A mendoni se ju do jeni një shembull për vajza të reja të cilat edhe ato do fillojnë të merren me ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare, se kjo në mënyrë të vetme është edhe ruajtje e kulturës dhe traditave tona? Unë këtu do ta përmendi edhe Kërçovën, edhe Rekën e Epër me Mali i Thatë, janë shumë këto krajina kostimologjike të them, që dallohen me veshjet, në të cilat kjo ende ruhet, edhe tradite kanë bërë tash që nusët ta veshin një herë me këto veshje. Veshja e Rekës, veçanërisht, masi unë kam shumë familjar në Gostivar,
mase në rek ma nuk banojnë, po kanë argostivar, ditën e hanë çdo familje e cila është e rekës e ka si detyrim, ta them në thojza, ta veshe nusën dhe dhëndrin me veshe kombëtare, dhe ta bëjnë ditën e hanë, ditën e krojit, si thomi neve, kur e çojnë nusën te kroji. Vallet që i lunë, kur vallja e pare nusës, janë rrite shumë të bukura, dhe çdo shtëpi e rekës i banë. Neve edhe pse ka 70 vite që jemi në Tetov, çdo nuse që kemi marrë, kemi vesh me këto veshjet, familjen, vllaznit e mi, nuset e vllaznive, djemve të vllaznive, dhe ato me kënaqësi e kanë vesh. Edhe janë të shkollume, por me kënaqësi e kanë vesh. Unë dua një mesazh për të gjithë ata që po na shohin tani. Po unë mesazh, kam shumë mesazhe, po një është kjo. Mos e hudhni trashëgiminë kulturore. Nëse gjyshja ka vdek, kalon diçka, një amanet, një veshje, një këmish, një çka do që tjetë, ruje. Por nëse nuk e ruan, çoja ati që e ruan edhe e mbledh, po edhe e ruje që ta dorëzosh, ndoshta kemi fat dhe do ta kemi edhe muzein tonë. Puna e Zena Halimit shtrihet për te mbledhjes së veshjeve. Ajo është një pasqyrë historisë, emocioneve dhe identitetit shqiptar. Përkushtimi i saj na frymëzon të ruajmë dhe promovojmë trashëgiminë tonë kulturore, duke u kujtuar se çdo veshje ruan një rrëfim të gjallë të kohës. Me këtë reportazh shpresojmë të zbulojmë thelbin e këtij pasioni dhe të nxisim brezat e ardhshëm të vazhdojmë këtë mision të çmuar.